gënjeshtra, mosmbajtja e fjalës, tradhtia dhe padrejtësia janë shenja të hipokrizisë. Nuk duhet të jenë pjesë të besimtarit këto. Këto janë cilësi të hipokritëve, këto janë cilësi të munafikëve. Një njeri thot që nxjerrë mësim mund të duket fetar thot, por nëse i ka këto cilësi, ai po sillet si hipokrit. Nuk i vle atij namazi, nuk i vle atij agjërimi i tij. Në kuptimin nuk i vle, ke Zoti nuk e dim ne çfarë namazi ka dhe agjërimi ka ai, por nuk i vle atij kjo pamje e tij e dukshme për ta etiketuar atë si musliman dhe të kesh besën prej tij. Në këtë kontekst, pastaj adhurimin e ka me Zotin ai, se thën ndryshe ç'pun kam unë me namazin tat? Ç'pun kam unë me namazin tat o vëlla? Ç'pun kam unë me agjërimin tat? A u fale, a agjërove, a bën e gjuna, ti e ke këtë me marrëdhënie me Zotin, do të pyesi Zoti. Ndërkohë me mua, me marrëdhënie njerëzore, unë më intereson a më gënjeve, a më mashtrove, a e mbajte fjalën, a më tradhtove. Pra, të gjitha këto të parat janë një shkak që unë të besoj më shumë, ndryshe nga një njeri tjetër. Por në fund të ditës, ajo është një llogari që ti do ta japësh tek Zoti xhaleshanu. Por ama, për shkak të namazit, për shkak të se ti ke fut Zotin në mes, Allahun xhaleshanu, që të identifikohesh me fjalën vallahi billahi, unë e mbaj fjalën unë të besoj, për shkak se të shoh në xhami, të shoh si besimtar musliman, ti më tradhton, atëherë ti për mua pastaj marrëdhënia që ti ke krijuar me mua si një njeri, më bën automatikisht të kuptoj që ç'm duhet mua namazi jot. Ti më mashtrove, ti më vodhe, ti më futë sa krau në biznes, ti më prishe kontratën e punës që kishim bashkë. Falu gjithë ditën, jep llogari tek Zoti për namazin tat. Po ky është hak që ti më hyn mua, dhe unë këtë hak e kërkoj tek Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Nuk të shpëton namazi ditën e gjykimit hakun e robit. Nuk të shpëton agjërimi. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vinë dy besimtarë janë gati për të futur në xhenet, janë gati për të futur në xhenet, do të vinë dhe do të jenë ballë për ballë njëri tjetrit, nuk i lejohet të futen. Bëni halal njëri tjetrit për të futur në xhenet thot. Keni haqje pa lar. Keni të drejta mbi njëri tjetrin që i keni hyrë në hak njëri tjetrit ditën e gjykimit, pa lar. Pa ja bë Allah njëri tjetrit këtu, nuk keni për të futur në xhenet. Dhe aty njeriu do të kërkojë të drejtën e tij tek Allahu xhaleshanu.